Të nderuar, të respektuar besimtar, vëllezër dhe motra. Sot në radhë kemi një sure me një emër shumë interesant, të bukur, me kuptim të madh, Suratu Zuhruf. Surja Zuhruf, që e ka kuptimin e arit, e stolive të arit, të floririt. Një sure mekase prej 89 ajeteve. Është interesant fakti që Allahu Gjeleshanuhu do të përmend në këtë sure, në ajetin e 35, fjalën wa zuhrufa, ku përshkruhet një situatë mjaft interesante që ka të bëjë me mënyrën dhe perspektivën se si duhet që kjo jetë të shikohet nga njerëzit dhe në vetvete edhe si në mënyrë të përgjithshme kjo jetë shikohet nga njerëzit, dhe po flasim për njerëz pa i specifikuar besimtar apo jo në këtë moment, sepse po të shikosh, dhe gjithë besoj jemi dëshmitar të këtij fakti që kjo botë ose shikohet nga perspektiva e jo besimit në Zot, njerëzit nuk besojnë në Zot, ose shikohet nga perspektiva e besimit në Zot. Një që e quajmë besim dhe një që e quajmë ateizëm, jo besim. Dhe të shikojmë në përgjithësi Allahu na hedh një këndvështrim të tillë në Kur'anin famëlar, në surën Bekare për shembull, ku thotë: "Fa minan nasi ma yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq." Ka njerëz të cilët edhe pse pretendojnë që besojnë në Zot, por besimi i tyre në Zot është sipas mënyrës së tyre, sepse është shumë thelbësore në Islam që besimi në Allah, pranimi i fesë së Tij, është çështje dorëzimi dhe më pas pranimi, siç thot në Kur'an: "Sami'na wa ata'na", dëgjuam dhe u bindëm, dhe jo "Sami'na wa asayna", dhe jo të thuash dëgjuam dhe kundërshtuam. Ky është dallimi midis besimtarit të sinqert dhe atij që pretendon të besojë. Dhe një grup prej këtyre njerëzve, njerëz të kësaj kategorie që do të futeshin në grupin e jo besimit në Zot, mos besimtar, luten në këtë formë: Zoti ynë na jep tive të mira në këtë botë, por për ta nuk ka asgjë në botën tjetër. Po pse kjo? Sepse edhe brendësia e kësaj duaje të këtyre njerëzve që e lidhin si një farë forme jetën tyre me një besim në një Zot sipas mënyrës së tyre, sepse kjo është thelbësore, është e tillë që prap gjëja më e rëndësishme për ta në jetën e tyre dhe në atë pretendim të besimit të tyre është e lidhur ngushtë me mirëqenien materiale në jetën e kësaj bote. Pra që do të thotë, besimi i tyre lidhet me një interes, lidhet me diçka materiale në këtë botë. Përgjithsisht, për shembull, se edhe në shoqërinë tonë është shumë e hapur si fenomen, ka njerëz që shkojnë nëpër fallxhor, ka njerëz që shkojnë nëpër vende që i quajnë të shenjta, vende që i quajnë të mira. E po ti shpyesësh pse shkon ti në këtë vend, e lidh direkt me jetën e kësaj bote, po do të na ecën mbar. Sa herë shkoj atje mu mecën mbar. Pra e lidh këtë lloj besimi të tij, e lidh që ti eci mbar në jetën e kësaj bote, mirëqenie që ka të bëjë me materializëm të kësaj bote. Dhe kjo në përgjithësi është ajo çfarë njerëzit orientohen në vetëm materializëm, mirëqenie e kësaj bote dhe nuk i intereson asgjë tjetër përtej kësaj. Ka një shembull në kohën e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam që na bën ta kuptojmë se si është pikërisht kjo natyra e këtyre njerëzve. Shkuan liderët Mekas, mushrik, tek profeti sallallahu alaihi wasallam në Qabe dhe i bëjnë një ftesë dhe një kërkesë shumë të çuditshme. Dhe thotë: "Lute Zotin tënd, o Muhammed, an yaj'al lana safa dhahaban wa nu'minu bika." Lutë Zotin tënd, o Muhammed, që kodrën Safa të na e kthejnë në flori. Nga shkretëtir, lutë Zotin ta kthej atë në flori.
dhe pastaj ne do të besojmë ty. Po ashtu ka një kërkesë shumë interesante po nga këto njerëz në surën Isra që kalon, i thon Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, lutë Zotin tënd që t'i bëj malet tona jeshil, të kalojnë lumej dhe përrej midis tyre, pra në një farë forme bëhet xhenet këtë vend, sepse kjo kërkesë e tyre ishte kërkesë me prapavi kundërshtuese e shpalljes së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam si profet. Por kërkesa e tyre që ta bëj kodrën Safa flori tregon edhe interesin që ato donin të bëshin të pastër, të pasur dhe të mbizotronin mbi popujt e tjerë dhe këta të ishin ata që do të ishin lider më pas. Dhe kjo tregon atë gjën më interesante të kësaj natyre, të kësaj kategorie njerëzish. Ndërkohë vazhdon më pas hadithi që transmetohet nga Abdullah ibn Abbasi dhe thotë që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam shpresoi që po t'ja plotësonte këtë dua, duke ditur që Allahu xhaleshanu bën çfarë të dojë, kun fe kun, urdhëron të bëhet ajo më njëherë bëhet. Duke shpresuar që këta do të besonin, tha, am me të vërtet ju do të besoni nëse do të bëhet Safa prej floriri? Dhe ata thanë, po. Ndërkohë erdhi Xhibrili alayhis salam, dhe i tha Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, o Muhammed, ke selame nga Zoti yt. Allahu të dërgon selame. Dhe thot, nëse don e bëjmë kodrën Safa prej floriri, por nëse nuk do të besojnë më pas këta, la u'adhibana adhaban la nu'adhibu ahadan min al-alamin. Do t'i dënojmë më pas me një dënim që nuk kemi dënuar asnjë popull më përpara, sepse do të shohim mrekulli me sy dhe do të kundërshtojnë, apo don, i tha Allahu xhaleshanuhu, që të hapim derën e pendimit për ta. Dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam pranoi këtë të dytën, që të hapet dera e pendimit për ta. Pse dera e pendimit për ta? Pse kjo mëshirë kaq e madhe e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam? Sepse Muhamedi sallallahu alaihi wasallam shpresonte, siç edhe u godit me gur në Taif, kur erdhi Xhibrili dhe tha jam me melekun e maleve, urdhëro dhe ne t'ja rrezojmë malet mbi krye këtyre kryenexhve, Muhamedi alayhi salatu wasalam tha, shpresoj që prej tyre do të vinë pas ardhës besimtar. Dhe pranimi i kësaj kërkese të Muhamedi sallallahu alaihi wasallam që dua që të jetë dera e pendimit të tyre hapur, është sepse Muhamedi alayhi salatu wasalam ishte i mëshirshëm me umetin e tij, donte që të pendoheshin, sepse na pret një ditë që do të japim llogari para Allahu xhaleshanu. Dhe kur shkon me pendim tek Zoti xhaleshanuhu, është kthyer në besimi i kot, është kthyer në monoteizëm, në besim të pastër, ai më pas meriton të falet tek Allahu xhaleshanu. Ndërkohë, kjo pikërisht na orienton tek grupi i dytë i njerëzve që ka të bëjë me besimtarët, të cilët Allahu i përmendi në Kur'an, wa minhum ma yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Dhe kjo është duaja e besimtarit të vërtet, që nuk e lidh besimin në Zot, në Allahun xhaleshanuhu, a do të vinë apo jo të mira materiale në jetën e kësaj bote. Nuk është ky qëllimi i besimit të besimtarit sinqert. Besimtari sinqert ka vetëm një qëllim të vetëm, të fitojë kënaqësinë e Allahut xhaleshanuhu. Qoftë edhe nëse ai do të sprovojë me sprovat më të mëdha të kësaj dynjaje, atij intereson të fitojë kënaqësinë e Allahut xhaleshanuhu me çdo kusht. Dhe këta janë ata të cilët luten, Zoti ynë na jep neve edhe të mirat të kësaj bote, po edhe të mirat e ahiretit. Pra normalisht do jetojmë, do ham, do të pim, kemi nevojë edhe për mirëqenie në këtë botë, e kërkojmë prej Allahut këtë në mënyrë halal, në rrugët që ai është i kënaqur, bëu i pasur, bëu mbret, halal e ke, sepse Zoti ta ka mundsuar, vetëm se ti duhet ta fitosh në rrugën halal, dhe sa më i pasur të bësh, aq më të mirë është më pas nëse ti këtë mirësitë të Zotit do ta kthesh në shërbim të Zotit xhaleshanu në rrugën dhe në fenë e tij, por nga ana tjetër mos harro që të bësh dhe lutjen tjetër, dhe na jep po ashtu të mira në ahiret, na jep xhenetin në ahiret dhe na ruaj neve nga zjarri i xhehenemit. Dhe kjo pikërisht është kategoria e njerëzve të cilët e lusin Allahun xhaleshanu në këtë fakt, sepse për ta është shumë e rëndësishme ahireti. Po mirë, gjithë kjo pak a shumë hyrje që sapo bëra, çfarë ka të bëjë me emrin e surës Zuhruf?
emrin stolit e arit. Sepse të dashur besimtar, Allahu xhaleshanu thot në surën Zuhruf që kjo çështja e kësaj bote, materializmi, pasuria, të kesh kapital, është një sprovë shumë e madhe. Do të thot, gjithsecili mund të bjerë peng e mirëqenieve materiale të jetës së kësaj bote, aq sa ta harroj ahiretin. Aq sa ta harroj Allahun xhaleshanu. Aq sa të harroj urdhëresat e Allahu xhaleshanu. Aq shumë i zhytet në materializëm, do të bëhemi pasur, do të arrijë pasuri, harron të falë namazet. Aq shumë i është dhënë mirëqenies së kësaj bote momentale, saqë harron urdhëresat e Zotit xhaleshanu. Dhe Allahu thot në surën Zuhruf një shembull shumë madhështor. Në 3 ajete 33, 34, 35. Dhe thot: "Walau an yakuna nasu ummatan wahida laj'alna liman yakfura birrahmani libuyutihim sukathan min fiddatin wa ma'arijin 'alayha yadhharun." Allahu xhaleshanu në këtë ajet tregon madhështinë e tij, tregon dhe mëshirën e madhe të tij. Dhe thot: sikur mos të ishte që njerëzit në tërësi, tregon natyrën tonë, sikur të ishte që njerëzit mos të lakmonin pasuritë e kësaj dynjaje, neve mos besuesve, ata që e mohojnë Allahun, do t'i jepnim pasuri të mëdha. Sikur njerëzit që janë në besim, të dobët në besim, e kanë njohë Zotin, nëse në natyrën e tyre nuk do të kalonte fjalia, për shembull, që ai edhe nuk e beson Zotin, po shiko sa mirëqenie ka në dynja. Unë e besoj Allahun, falem, mirë po s'po mecen mirëqenia në këtë dynja. Allahu don që në këtë sure, me këtë emër Zuhruf, ta heqi këtë pretendim dhe këtë lloj mendimi. Sepse Allahu thot kështu: sikur Allahu mos ta mëshironte besimtarin, dhe don që ta mëshiroj pra, që mos të bjeri në përfundim të gabuar, thot, ata që e mohojnë Allahun, do t'i jepsha aq shumë pasuri, sa që shtëpitë e tyre do t'i kishin bërë prej argjendi, shkallët e tyre do t'i kishin bërë prej argjendi që ata të futen lart shtëpive të tyre. Dyert e shtëpive të tyre dhe koltuqet e tyre ku mbështeten do t'i kishin bërë prej argjenti. Dhe jo vetëm kaq, po edhe Zuhrufe, surja Zuhruf, edhe me stoli ari e shumë stoli të tjera, por në fakt të gjitha këta që përmendi Allahu xhaleshanu thot, janë kënaqësi të jetës së kësaj bote, kurse bota e amshueshme është më e mirë për besimtarët dhe është e ruajtur vetëm për besimtarët. Pra shohim të dashur besimtar që Allahu xhaleshanu po na tregon një fakt të rëndësishëm. Të gjithë këta që ne shikojmë si miliarderë, të gjithë këta që shikojmë si të pasur, për neve nuk duhet të jetë një moment që të na e drithëroj zemrën në besimin tonë dhe të na vendosi atë në pikpyetje. Astaghfirullah, kjo s'duhet të jetë kurrësi. Nuk duhet të jetë materializmi që përcakton pikërisht çështjen dhe gradat e jetës së kësaj bote. Që të thush ti është i pasur, i s'beson, unë jam i pasur, jam besimtar, po s'jam i pasur. Kjo nuk duhet të ekzistojë. Allahu xhaleshanu në surën Kehf e ka dhënë një shembull shumë të bukur në lidhje me këtë. Tregon për 2 shok, komshi, një i pasur, një i varfër. I pasuri me mendje madhësi shkon dhe flet me komshiun e tij të varfër. Dhe thotë që kam pasuri të madhe, unë kam fuqi më të madhe se ty, kishte fëmijë, kishte krah, kishte një pozitë lartë sociale. Ndërkohë shiko ti dhe tregon faktin kur ky krenohet me një pasuri momentale që kishte një kopësht shumë të bukur, me fruta, me shumë mirësi. Dhe thot Allahu xhaleshanu wa dakhala jannatahu wa huwa zalimu li nafsi. Qala ma dhunnu an tabida hadhi abada. U fut në kopshin e tij me mendje madhësi dhe kjo është një çështje shumë e rëndësishme. U krenua dhe tha, nuk mendoj që kjo pasuri do të më shterojë ndonjëherë. Ka arrit njeriu një vetbesim të madh. Mendon që e ka çdo gjë prej vetes. E kanë vënë sistem jetën dhe mendon që kurrë nuk do të prishet ai sistem. Dhe thot, wa ma adhunnu an tabida hadhihi abada
wa ma adhunnu sa'ata qa'ima wa la irruditu ila rabbi la ajidana khayran minha munqalaba. Dhe jo vetëm kaq po e shton kufrin e tij më shumë dhe thot, edhe nëse do të ndodh kiameti, siç pretendonte besimtari, unë mendoj që edhe në botën tjetër do të kem pozita të larta tek Zoti, siç i kam në këtë botë, sepse po mos të isha një njeri i dashur tek Zoti, nuk do të më jepte edhe në këtë botë. Por duke qenë se më ka dhënë mirësi në këtë botë, do të thotë që kam një vend të veçantë tek Zoti, edhe në botën tjetër nëse është e vërtet. Ndërkohë, besimtari i varfër, si ju kthye këtij personi, ju kthye në një formë të një besimi shumë të lartë të sinqert dhe i nënshtruar caktimit të Zotit ashtu siç duhet të jetë çdo besimtar, i cili i tha në këtë formë: e keferte billadhi khalaqaka min turab, ndaloj sekond, çfarë po thuaj tha? Apo mohon Zotin që të krijoi ty nga toka, nga dheu, nga balta? Thumma min nutfatin fasawaka rajula, të krijoi nga një pikë uji dhe të formosoi dhe të bëri njeri. Dhe bëri dy krahasime me dy gjendjet ku ishin. Dhe shkurtimisht për ta përmbledhur, tha, unë besoj tek Zoti im, tha, që mirësinë që të ka dhënë ty mundet që me të gdhirë nesër mëngjes mund të shkatrohet. Jo vetëm kaq, ti më shikon mu me një gjendje të keqe financiare, por unë jam shumë i bindur që nëse do Allahu xhaleshanu me jep mua shumë fish më shumë se ç'të ka dhënë ty. Por ky është caktimi i Zotit dhe unë e pres caktimin e Zotit me gjithë bindjen time, me gjithë sinqeritetin tim, sepse e di besimtari që gjendja e tij aktuale është më e mira për të. Dhe kur e shikojmë në këtë formë të dashur besimtar, shohim që përcaktimi i pozitave në jetën e kësaj bote nuk dashka me qenë në bazë të pozitës së mirë materiale. Po ashtu, për një shembull ilustrues, Allahu tregon në surën Bekare po ashtu ngjarjen midis Talutit dhe Xhalutit, ku Taluti u bë mbret. Po para se të bëhet Taluti mbret, populli jehud shkoi tek një nga profetët e Beni Israileve dhe i tha që na caktoj një mbret. Thuaj Allahut të na caktoj neve një mbret dhe më pas ne ta ndjekim atë. Dhe kur Allahu xhaleshanu ja përcaktoi mbretin dhe tha inna Allah qad ba'atha lakum Taluta malika, Allahu me të vërtet caktoi për ju Talutin mbret. Qalu anna yakunu lahu mulkun alayna wa nahnu ahqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'yahu min al mal. Sa'atu min al mal. E si të përcaktoj tashmë Allahu Talutin mbretin ton, ku ne jemi më meritor për të qenë mbret se sa ai, në fund fare ai nuk është i pasur siç jemi ne. E shikoni mentalitetin e njerëzve që e përcaktojnë pozitën e njeriu me anë të pasurisë dhe të pozicionit, a nuk është dhe kjo reale sot në shoqërinë tonë fatkeqësisht? Që i respektojmë njerëzit për shkak të pozitës, për shkak të pasurisë që kanë, për shkak të gjërave momentale që janë furnizuar nga Allahu xhaleshanu, por ajo për ta mund të jetë shkatrim, përderisa e mohon Zotin njeriu në atë gjendje. Dhe prandaj të dashur besimtar, gjithë kjo situatë çfarë bën mbi të gjitha? E cënon sinqeritetin e njeriu. Sepse ne nuk e dim kush ka pozita të larta tek Allahu xhaleshanu. Kam min majhulin fil ardi wa ma'rufun fis sama, wa kam min ma'rufun fil ardi wa majhulun fis sama. Është një nga hadithet shumë bukura profeti alayhis salam. Ka shumë njerëz që janë shumë të famshëm në tokë, i shefti me të gjitha të mirat materiale, i njeh çdo kush, të famshëm, pasuri, mbretëri e të gjitha me radh, nuk ka njeri që nuk i njeh. Mirë po në qiell, thot, në botën qiellore janë të panjohur, nuk i njeh askush. Ndërsa sa njerëz që nuk njihen në këtë botë, ndoshta janë njerëzit më të rëndom, më të vuajturit, por në botën qiellore tek bota e melajkeve janë shumë të njohur. Tek Allahu kanë pozita shumë të larta. Dhe nuk e përcaktoka pikërisht mirëqenia, gradën e njeriu në jetën e kësaj bote, por e përcakton ajo çfarë tha profeti alayhis salatu selam. Inna Allah la yanzuru ila
suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allahu nuk shikon fare pozita të kësaj natyre, nuk shikon fytyrat e juaja, pozitat e juaja, trupat e juaj, po shikon zemrën tuaj, shikon punën tuaj në raport me Allahun xhelleshanu. Prandaj kjo sure Zukhruf e shpallur në Mekë ke profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam totalisht për t'ia ndryshuar mentalitetin atij populli që çdo gjë që e kishte lidhur me besimin, edhe në besimin e kot, në statuja dhe në idhuj, e kishte lidhur për mirëqenien e jetës së kësaj bote. Por unë lut Allahun xhaleshanu që të na bëj prej grupit të besimtarëve që e kanë lutjen e tyre të pandashme. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. O Zot, na bëj prej tyre që na jep mirat e kësaj bote dhe të mirat e botës tjetër dhe na ruaj nga zjarri i xhehenemit. Allahu na bëj prej tyre, e lutim Allahun xhaleshanu të na bëj prej të sinqertëve në besim, e lutim Allahun xhaleshanu të na bëj prej tyre që e kuptojnë siç duhet këtë mesazh kaq madhështor të këtyre 3 ajeteve të surës Zukhruf dhe na furnizoft Allahu xhaleshanu me halal dhe kurse si mos na bëj prej tyre që i futet në sy dhe më rrezikshme në zemër dashuria për materializmin, dashuria për këtë botë, po e shtof Zoti sinqeritetin dhe dashurinë në zemrën tonë për atë çfarë është haku dhe e vërteta ahiretin kur do dalim para Allahu xhaleshanu. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Alhamdulillah.